Po i madhi Zot, mbas Isait a.s. 612 vjetë përpara se sa të zbriste Kurani famlart, ishte pejgamber në tokë Isai a.s. I zbriti Ungjilli. Dhe pastaj i madhi Zot e mori në madhështinë e vetë. Dhe 600 e më shumë vjetë ishte ndërpre shpallja hyjnore me njerëzit. Dhe ajo që i zbriti Isait, filluan mendimet njerëzore të bëjshin pjesë e saj. Dhe i madhi Zot, nga madhështia e vetë në Lauhi Mahfudh, e zbret Kuranin të plot në Bejtul Izze, në qiellin e kësaj bote, dhe për 23 vjetë e vullos në zemrën e Muhammed Mustafas, në shpirtin dhe në mendjen e tij, në gjeneratën dhe e shkrujtën, dhe ka ardhur deri ke ne sot. Kurani famlart është që i dha vlerë Ramazanit. Kurani famlart është ajo që ne me cilën duhet jetojmë. Kurani famlart është fjala e Madhit Zot. Kurani famlart kur zbriti, i lidhi përsëri njerëzit me Zotin, krijesat me krijuesin. I qofshim atij fal. Pa Kuranin, njerëzit do thonin ka një të fuqishëm shumë se gjithë ky univers, po kush është ai? Kush janë emrat dhe cilësitë e tij? Kush është ky i madhërueshëm dhe i plot fuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm, dhe ai që na dha jetën? Për çfarë na krijoi ai neve dhe për çfarë i krijoi miliarda gjallësa të tjerë? Për çfarë i krijoi ai qiellin dhe tokën? Thuaj ai është një. Për të kanë nevojë të gjithë, ai s'ka nevojë për kënd. As nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur dhe atij askush nuk është i barabartë. Njerëzit pyesin prapë si të hutuar kush është Zoti. Thuaj është i pari dhe i fundit, pa fillim e pa mbarim. Dhe ai është i çdijshëm për çdo krijim. Njerëzit pyesin kush është ai, sikur Zoti nuk është prezantuar, sikur s'ka Kur'an dhe sikur s'ka univers. Thuaj thot, ai është një dhe një i vetëm. Ai është krijuesi i madh i qejve dhe i tokës, të cili nuk e ka plon aseti as gjumi. Ai është i cili fuqia dhe pushteti i takon atij, asnjë nuk mund të ndërmjetësojë tek ai pos me lejen e tij. Ai e din të tashmen dhe të ardhmen dhe njerëzia din ai sa dëshiron vetëm ai. Madhështia e tij është shumë e madhe, kursia e tij ka përfshirë qiellin dhe tokën, ai është i lartë, ai është i madh, ai është i jashtëzakonshëm. Njerëzit pyesin sikur s'di, thoj Zoti është një dhe një vetëm, mëshiruesi, mëshirbërësi, atij i takon deri dhe lavdia. Njerëzit pyesin për Zotin sikur Zoti është në Kur'anin famlar. Zoti është ai që krijoi qiellin dhe tokën me miliarda argumente në univers, vetëm atë dëshmojnë. Po njerëzit pyesin si të hutuar. Dhe ne i themi për të kuptuar Zotin janë dy rrugë, universi, krijimet madhështore që ka bërë i madhi Zot, edhe Kurani famlart. Duhet zbriste ky Kur'an famlart, që ne t'i kuptonim urtësitë e tij. Duhet zbriste ky Kur'an famlart që ne t'u informonim për Ademin, për Nuhun, për Ibrahimin, për Musan e për Isan. Dhe ne t'u lajmëronim për perlat e moralit dhe të kuptimit madh njerëzor që na urdhron neve Kurani famlar. Duhet zbriste ky Kur'an dhe ta informon neve i madhi Zoti, i qofshim atij fal, çfarë ndodh me njeriu kur po jep shpirt dhe të na tregon dhe neve që i madhi Zot na pret në një ditë madhe, ditën e gjykimit, për të dhënë llogari, ima ilal jannah, ose në xhenetin e përjetshëm, ose në dënimin e zjarrit të xhenemit nga drejtësia e tij. E sa shpjegime dhe sa urtësi dhe sa informacione na erdhën neve në Kur'anin famlar për t'u kthjelluar dhe zgjuar dhe për të jetuar me të madhin Zot. A e kuptove në herë ti sundusin e madh gjithësisë? Tebarekelledhi biyedihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush është ai? Tha i begatshëm është ai që sundimi i gjithë është në dorën e tij dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo send. A lexove na herë, a kuptove na herë? Thua ai Zoti është një, të gjithë kanë nevojë për të, ai nuk ka nevojë për kënd, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, atij askush nuk i është i barabartë. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Ai është i pari që s'ka fillim i fundit, që s'ka mbarim, është i gjithdijshëm për çdo gjë. A lexove në herë Kur'anin famlar ajetin Kursi, Allahu la ilaha illa hu, thot Zoti është një dhe një vetëm, i gjalli dhe i përjetshëm, nuk e ka pas koti as gjumi, çfarë kanë qejë dhe në tokë është vetëm dorën e tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek ai post me lejen e tij? Atij takon ta ditë të tashme dhe të ardhme nga dituria e tij, të tjerë din ai sa dëshiron, ai kursia e tij ka përfshirë qejtë dhe tokën.
Nuk i vjen rënd atit kujdeset thot për qiell dhe për tokën, ai është i larti, ai është i madhërishmi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Thuaj ai është Zoti një dhe një vetëm, Ar-Rahmanul Ghaibi wa Shahada huwa Ar-Rahmanur Rahim. E din të fshehtën dhe e din dukshmën, është mëshiruesi, është mëshirbërësi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. Ai është sunduesi, ai është i shenjtë, ai është i paqshmi, ai është i gjithfuqishmi, ai është i gjithpështetshmi, ai është i lartë, ai është i madhërishmi. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Zoti një dhe një vetëm, krijuesi, shpikësi, formësuesi, atij takojnë emrat më të lartë. Kurani thot: "Qul ud'ullaha aw ud'ir-Rahman, ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna." Thirreni Allah atë. I qofshim fal. Thirreni Allah po deshet. Thirreni i gjithëmëshirshëm, atij takojnë emrat më të bukur. Ky ja vlen ta adurohet. Mos u mashtro, vlla dhe motër të begatofti i madh i Zot, mos u mashtro. Futu në mirësinë e dashurisë hyjnore. Dhe lajmërojini njerëzit që Zoti i don. Shpjegojani atë. Dhe thuajnë, duhet më i thonë njerëzis, ose humni kohën më. Sepse në këtë botë mund bëhesh i dashuri i Zotit gjithësisë. Në këtë botë mund bëhesh një fisnik. Në këtë botë mund bëhesh një i mençur. Në këtë botë mund bëhesh njëri i dalluar. Në këtë botë mund t'japësh kontributet mëdha. Kjo botë nuk duhet të humbur, se është një arë që mbjell për të fituar xhennetet e përjetshme. Do të më thonë njerëzis që bota nuk mbaron me vdekjen. Ajo nuk është fundi, ajo është fillimi i një jete të pafundme. Do të më thonë që i madhi i Zot na pret ditën e gjykimit dhe do dalim përpara atij dhe me veprat duhet me pas kujdes. Duhet sa të kemi mundësi, ju begatofti i madhi i Zot në familjet juaja kudo që jeni, me i nxjerr njerëzit nga kjo huti dhe me i nxjerr njerëzit nga adhurimit e idhujve të vegjël në sundusin e madh gjithësisë i qofshin fal. 3 gjëra janë të mëdha ke Zoti. E para, vlla dhe motër, begatofti i madh i Zot ta njohësh atë nëpërmjet krijimeve të tij dhe nëpërmjet fesë islame. E dyta nga gjërat që janë klasifikuar me tekste të qarta është ta dëgjosh kur ai flet njeriu. Ai subhanallahu al-azim për nga madhështia. Kishim pas mundësi sekond me dëgju, me të folë Zoti i gjithësisë, trupi ndjen gjëra të jashtëzakonshme, të pa imagjinueshme. I vetmi njeri, a e ka dëgju kush? Jo, përveç njerit. O kellem Allahu Musa taklima. Tha Musa alayhis salam, i vetmi që ka folë drejt për drejt me të madhin Zoti i qofshin fal. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Tha të erdhi informacioni për historinë e Musas kur i foli Zoti në luginën e bekuar tua. Kur i shpalli pejgamberllëkun. Në disa raste i ka foli madhi Zotë subhanallahu al-azim për nga kënaqësia, subhanallahu al-azim çfarë mund ndodhi në qenien tënde në organizmin tënd kur dëgjon sundusin e madh duke të fol. Thot sundusi suprem në Kur'anin famlar të lemma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Tha erdhi Musa në takimin me mua, thot Kur'ani sura Araf, dhe unë i fola atij. Kur foli për t'i dhënë Teuratin, Musa alayhis salam u dashuru totalisht çdo qeliz, çdo qenie brenda, çdo element i qenies tij brenda, zemra, shpirti, truri, gjaku që qarkullon, organet, qelizat, neuronet e trurit, çdo element, çdo pikë, çdo atom i qenies tij u dashuru, u elektrizu në çast kur foli me sundusin suprem. Mbasi do të ndante nga takimi, i bëri kërkesë madhe, tha Rabbi arini anzur ilejk. Tha Zoti im i dashur. Foli tha Allahu madhnushëm. Tha të dëgjova dhe u kënaqa. Të dëgjova dhe u dashurova. Pash madhështinë tënde, mbas ti dëgjimi mos më le pa të pa. Me e pa drejt për drejt. Jo më si ne sot që shohim miliarda argumente në univers, apo hapim shfletojmë librat e shenjtë. Jo. Me të pa drejt për drejt, mos më lemo se kur dëgjova jeta mu venit, më qofë se shoh. Nga dashuria i bëri i kërkesë të egzageruar për çastin. Tha lën të rani, tha Musa, është kërkesë e madhe, ti nuk më shikon dot mua. E në fakt, ja tani është dielli, 1 minutë, ngreje kokën dhe shikoje, nuk e shikon dot 1 minutë. Që është një nga yjet mesatare të pa imagjinueshme, të pa vlefshme ke i madhi Zot. Ti se shikon dot 1 minutë, një krijesë të dobët, krijuesit madh suprem gjithësisë. Tha Musa, lën të rani. Tha pash madhështinë tënde, duhet të shikoj prap. Tha o Musa, kush më shikon në çast vdes. Kështu i tha i madhi Zot,
Musa i tha fjalën e madhe që e përmend Ibn Kathiri, komentuesi të mëdhtë të Kuranit, tha i madhi Zot të shikoj dhe të vdes, është më e mirë se sa të jetoj mos shikoj. Drejt. Zoti edhe Musa i madh. Tha o Musa, nuk më shikon dot, se i gjalli që më shikon në këtë botë vdes. Tha s'ka problem i madhi Zot. Të qofsha fal. Më mirë të shikoj edhe të vdes, se sa të jetoj mos shikoj madhështinë tënde, bukurinë tënde, lartësinë tënde, nurin tënd, dritën tënde. Mëshira e pakufishme e tij i dha një leksion Musas. O lakin undhur ila al-jabal. Tha shikoj atëre malin e madh që ke. Nëse arrin ai prezencën time ta mbaj, ti do më shikosh mua. Falemma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Thot kur Zoti u prezantoi malit, u kthye në pluhur në qas. U kharra Musa sa'iqa. Dhe ra Musa pothuajse i vdekur në tokë. Përveç që desh i madhi Zot me vazhdu profecinë se do kishte vdek totalisht. U kharra Musa, ky është Allahu madhnushëm i qofshin fal. Këtë besojmë ne. Ja dëshira pafund gjithë më e pa, po jo. Çdo gjë në kohën e vet. Falemma faq, thot Kurani, sura Araf, kur u zgjua pastaj thot nga kjo, tha subhanek, i lartësum të qofsha fal. Sa i madh qege. Sa i patmeta qege i madhi Zot, më fal që të kërkova atë që të kërkova. Jam i pari që besoj, patundshëm që ti në këtë botë nuk shikohesh dot. Për nga madhështia, për nga lartësia, për nga gjykatësi suprem, për nga Zoti jon i dashur, për ai që i thot diçka e bëu, ajo bëhet në çast. Kjo është sunduesi suprem, ai që i jep jetë, ai që ka në dorë jetën, ai që i thot kush duhet vdes, dhe ai që thot kush vdiq, dhe ai që thot kush do ngjallet, dhe ai që thot kush do lind, dhe ai që e pasuron atë që don, dhe e varfron atë që don, i jep nder atij që don, dhe e poshtron atë që don, i lartëson ato që don, dhe i përul ato që nuk i don, ai që ka në dorë menaxhimin suprem të këtij universi, ai i cili zbriti Kur'anin, Teuratin, Ungjillin e Zeburin, ai që dërgoi Ademin, Nuhun, Ibrahimin, Musan, Isan dhe pejgamberin e madh Muhammed Mustafan. Ky është Zoti i gjithësisë, si ne besojmë, Ramazan dhe jashtë Ramazanit mundohemi ta ndjejmë atë potencialisht, fuqishëm në Ramazan, sepse është ajka e madhe e ndjeshmërisë besimit. Nëse në 11 muaj ka deviancë, në Ramazan vetë përqendrimi total. Nëse e ndjejmë në një muaj, është muaji i Ramazanit. Maksimalja që beson, maksimalja që dashurohet i musliman dhe i musliman me Zotin suprem që krijoi universin, është muaji i madhnushëm të Ramazanit. Dhe Musa u bind që nuk e shikon dot. Neve as nuk dëgjojmë dot. Por mjaftojnë miliarda e miliarda argumente që i krijoi madhi Zot. Në xhenet, ka thonë një herë profeti, jo herë, por disa herë, po një herë që po përmendim ne. Tha o shokët e mi, i foli kështu për të madhin Zot. Thonë kur fliste ai, kush mund të fliste tjetër kur folte ai? Kur folte Muhamedi alayhis salam të shpjegoj Islam, të shpjegu madhështinë e sunduesit suprem, thot shokët e vet, bëheshin sikur ishin shtyllat, vinte ai zog që ndronte mbi to. Ka krajësia u shtangshin duke dëgju nga Kurani famlart, e duke dëgju shpjegim të gigantit madh profecisë Muhamedi alayhis salam, për sa i përket sunduesit që tha innakum satarawna rabbakum. Tha o vëllezërit e mi, do ta shikoni të madhin Zot në xhenet, siç e shikoni hënën kur nuk ka re. Dhe ajo është e plot. Pra pastër, qartë, kur nuk ka re, ajo duket e bukur, e këndshme, madhështore. Tha në xhenet do ta shikoni kështu Zotin e juaj. Si do e shikojmë vëllezër motrat nderuara? Profeti alayhis salam lutej dhe thoshte, dëgjoje këtë lutje. Thoshte, Zot, me fuqinë tënde të madhe dhe me dijen tënde të pakufishme, më le të jetoj kur jeta është e mirë për mua, ma sill vdekjen kur ajo është e mirë. Më bëni madhi Zot të kem frikë të ndukjen dhe vështetësi, dhe më bë të matur kur jam i pasur dhe kur jam i varfër, dhe më bën të mbaj nivelin mesatar kur jam i kënaqur dhe i hidhruar. I madhi Zot më bën të kënaq me çdo gjë që më përcakton, dhe mbas vdekjes më bën një jetë të këndshme. Më jep kënaqësi që nuk shteron kurrë dhe lumturi që bëhet e përjetshme. Es'aluka ladhatan nadhri ila wajhika al-karim. Pastaj ngrete nivelin e lutjes dhe thoshte es'aluka ladhatan nadhri ila wajhika al-karim. Tha Zoti im, mos ma hiq mua, mos ma bë këtë gjë kaq të rëndë që nuk e duroj dot, mos ma japësh kënaqësinë e pamjes tënde në xhenet dhe kënaqësinë dhe lezetin e madh që ka ajo.
ta kem këtë pas prova dhe pa mundime, dhe të m'japësh mall për takimin me ty, më zbukuroj Madhi Zot me bukuritë e Islamit dhe më bën mua thirrës në fen tënde dhe të udhëzohen për meje dhe unë të jem i udhëzuar. Gjithmonë u luste thoshe më mundso ta ndjej kënaqësinë e madhe të shikimit madhështisë tënde. Kështu ka paston gjithmonë Muhamedi alayhis salam. Pse? Doni Madhi Zot neve na çon xhenet. Inshallah o Zot. Ja në Ramazan po i lutemi, Zot na bën gjithëve dhe familjet tona nga banorët e xhenetit. Hyn njerëzit në xhenet, elhamdulillah. Fa subhanallah al-azim, për nga madhështia, për nga bukuria, për nga pasuria, për nga pronat, për nga gjërat që i dhuroni Madhi Zot si në këtë botë, po të përsosura edhe të shumta. Dhe kur janë në atë qetësinë e tyre, në këngëzimin e tyre, në mirësinë e tyre, një zë thret dhe dëgjon gjithë banorët e xhennetit. Inna Allahe tebareke wa taala yastazhirukum. Tha sot ka i gjë të veçantë për ju. Në fushën e fjah, është i fushë shumë e madhe në xhennet, ashtu që e fjah ka përmend profeti alayhis salam. Tha Zoti ju pret në takim. Elhamdulillah, për nga mirësia, zbukurohen xhenetlit meshkuj apo femër ato që ja ka bërë risk i madh i Zot me hy për takimin e madh me sundusin e gjithësisë. Për çastin kaq ju tha, në filan vend i madh i Zot don me ju taku. Dhe zbukurohen edhe shkojnë në atë vend. Dhe kur shkojnë aty i madh i Zot kishte dhënë urdhër që aty ishin gjithë fronet e mbretërve të xhenetit. Kush hyn në xhenet është mbret i madh, kush hyn në xhenet është mbretëreshe e madhe. Për nga madhështia, për nga vlera, për nga pushteti që Zoti ka dhënë dhe nga përjetësia, mbreti dhe mbretëresha është zero. Shkojnë dhe ja kishte vendos, thot profeti alayhis salam, ja vendosi Madhi Zot shtretërit e mëdhej, fronet e mëdha janë në xhenet, gjithsesi me emrin e vet. Edhe doni Madhi Zot ulen aty. Ulen edhe një zë thret dhe i thot: Ja ahlel xhenna, o ju që keni hyrë në xhenet, ju ka begatuar i Madhi Zot me mirësitë e xhenetit, me begatitë e pavundme, ju ka dhuruar juve përjetësinë i përjetshme. Sot është ditë, sot që keni takim me të Madhin Zot, është ditë që juve se keni iden sa do shkojnë mirësitë. Sot s'ka llogari mirësie. Sot shundusi që i thot diçka e bëu, ajo bëhet, tha lutuni. Çfarë doni ju ka sot? Tani subhanallah, në xhenet edhe s'ke ça lutesh, i ka gjitha. Dhe ato me drejt i thojnë: çfarë ti lutemi ne të Madhit Zot më shumë? Fytyrat na i zbardhi, xhenetet na i dhuroi, me mirësitë e madhe na i mbushi, nga zjarri i xhenemit na shpëtoi, gradat në xhenet na i shton xhenetin gjithmonë e zbukuron. Çfarë kërkojmë tjetër? Edhe kur e mbyllën fjalën e tyre dhe u stabilizuan mirë në ato ndenjet e tyre, fa subhanallah al-azim, një nur, një dritë e madhe mbulon xhenetin. Dritë e madhe, nur i madh që si Stefana i në xhenet. Dhe kur i ngren kokat e tyre, shundusi suprem i këtij universi vjen për taku xhenetlit. Ngren kokat lart. Fa subhanallah al-azim, për nga madhështia, nuri, drita e paparë ndonjëherë as në xhenet. Dëgjojnë edhe si thash, dëgjimi dhe shikimi janë dy gjërat më të mëdha që kanë bëjnë me sundusin. E dëgjojnë gjëja parë që thot ja ahlel xhenna, assalamu alaykum. Thonë o ju, i thot Zoti i gjithësisë dhe i thot banorëve, inshallah neve, o Zot, dhe i thot selamun alaykum, paqja ime qoftë me ju. Një zëri gjithë i thonë Allahumma ente selam. Gjithë i thonë Zot ti e paqja, qofshin fal, nga ty vjen paqja, ti je Zoti i madhështisë dhe i lartësisë madhe. Tha hadha yawmul mazid fasaluni. Tha s'ka problem, sot është dita që shtohen mirësitë, luteni çfarë doni. I thonë i Madhi Zot të qofshin fal, lutemi të kesh i kënaq me ne, edhe ne jemi shumë të kënaq me ty. I kthehet Zoti i gjithësisë dhe i thotë: o banorët e xhenetit, ju lajmëroj juve, ju sqaroj juve se sot jam shumë i kënaq me ju, nuk do hidhrohem më kurrë. Kërkoni, i thot Zoti i gjithësisë prapë atyre në xhenet, kërkoni se unë sot du t'ju jap. Dhe bisedojnë edhe bin dakord për i gjë. I Madhi Zot të qofshin fal. Ta dhurum dynja, mbajtëm Ramazan, falem namaz, dham zeqat, shkuam në haç, respektum prindër, e nderum familje, respektum shok, e nderum fqinj, nuk mashtrum, nuk intrigum,
nuk përgojum dhe nuk bëm, thashë them. Lexum dhe studium dhe të ndershëm ishim. Të donim ty shumë edhe dhe unë ku jetonim. Bashkëpunum në të mira dhe në të mbara, kur në mëkate në armiqësi, në islamin e madh jetum me mirësi. Të deshëm shumë dhe shumë të këty shpresonim frikë prej teje gjithmonë kishim. I madhi Zot të ndjem pafund. Çdo gjë që na dhurove që njëson ishte prej teje. Me ty jetuam edhe me fjalën tënde vdiqëm. Po bim dakord I madhi Zot mbasi u kënaqem shumë me dëgjimin e fjalës tënde, na mundso ta shikojmë madhështinë tënde. E thot profeti alayhis salam, e heq Zoti I gjithësisë perden e tij që mbulohet, al-hujub apo perdet e tij, kur e hapi madhi Zot fa subhanallahu al-azim për në xhenet çfarë ndodh. Ka thënë profeti alayhis salam, laula anna Allah qada la yahtariku lakhtaraku. Tha, kur e zbulon pamjen e tij I madhi Zot në xhenet mos kishte caktuar me u djeg xhenetlit do ishin djeg në çast, për nga nuri, për nga drita, për nga madhështia që është I madhi Zot I qofshin fal. E ka kriju vetë xhenetliun dhe vendin xhenet që kur shikohet madhështia e tij mos diqet dhe të bëhet plur çdo gjë. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë sikur Zoti I gjithësisë në këtë çast ta heqi perden që ai e mbulon qenjen e tij, çdo gjë ku arrin shikimi I tij digjet në çast nga bukuria, nuri dhe drita e madhe që përfaqëson ai. Dhe shikojnë njerëzit Zotin e tyre në xhenet. E shikojnë dhe kënaqen shumë, sa për çastin që shikojnë Zotin, xheneti bëhet I pavlerë. Kur I madhi Zot në këto çaste mbasi njerëzit kënaqen, me gjithë secilin nga xhenetlit e fton vetë ai Zoti I gjithësisë dhe ai. Gjatë bisedës ka thënë profeti alayhis salam, gjithë secilin kur po bisedon I thot, o njeriu im, o robi im, po të qofsha fal I thot, atë kujtohet dita kur në dynja në këtë çast, në këtë orë, në këtë sekond ke bërë mëkat ndaj me. E njeriu ul kokë, po Zoti im, ignorant kam qenë. Atë kujtohet dhe ky gjinaf në këtë kohë që e ke bërë, dhe mua nuk më kujtove. Thot, po I madhi Zot, me turp e kujtoj. Atë kujtohet kjo dhe I kujton disa nga gjinafeve që I ka bërë në këtë botë. Dhe njeriu do I thot, kur ja përmend disa me turp madh, thot I madhi Zot, a do më falësh? Gjithmonë falë I lore në Ramazan është më shumë. Tha, I thot njeriu nga turpi. Tha, I madhi Zot, do më falësh mua? Tha, o robi im, o njeriu im, falja ime që ta kam bërë më përpara të ka pru në xhenet. Pra të kam fal, po të fal dhe je I fal përjetësisht edhe gjithmonë. Pra shuan totalisht gjinafet dhe elhamdulillahi rabbil alamin njerëzit jetojnë me të madhin Zot, jetojnë xhenet përjetësisht, si jeta kësaj bote po me parametrat përsosme dhe si jeta kësaj bote po jo me trupin që vdes, po me trupin që e ka kriju Zoti ligjet atje që të jetojë I përjetshëm. Inshallah Zoti na bën prej tyre, amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna afsan el-kelami o blagan nidham, kelamullahi l-melikil azizil Allah. E falenderojmë shumë Zotin ton të dashur, sikur mos na kishte udhëzuar ai vëllezër dhe motra të nderuara në Islam do kishim qenë të humbur në mëkate edhe në epshet nxitse. Ramazan të begat I madh I Zot na I fal gjitha gjinafet. Vëllezër, motra të nderuara, Ramazani është për të fal gjinafet, pos na u falen Ramazan, nuk na falen më Zoti na fal gjithë gjinafet. Na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj dhe fisnikëroj baballarët dhe nënat tona. Ai I cili ka ndruar jetë nga të afërmit tonë I madhi Zot ndriçoj as shpirtin atje ku e ka. Nëse është në dënim I madhi Zot ktheja dënimin në lumturi. Nëse është në lumturi, shtoja lumturi mbi lumturi I madhi Zot nga rahmeti dhe falja jote. Sundos I madhi gjithësisë fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj, arsimoj dhe bëjt moralshëm të rinjtë dhe të reja tona. Sundos I madhi gjithësisë fali dhe mëshiroj, begatoj fëmijët tanë dhe ruaj nga çdo e keqe. Sundos I madh suprem me shpirt lutemi se ne jemi dobët në ato çaste kur të vdesim themi fjalën la ilaha illallah dhe ti të jesh I kënaqur me ne në atë kohë. I madhi Zot na jep xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri I tmerrshëm I xhenemit. Zot, nëse jemi në xhenet na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më I bukuri, ti je më I larti, ti je më I miri, ti je më fisniku. Kush është me shëndet, Zoti ja zgjas shëndetin deri në fund. Kush është I smur, Zoti I gjithësisë e shërov sa më shpejt. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ibadallah.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة